me kryetarin aktuale të kuvendit. Që kjo që ka i ka thutë është pazar. Nuk o pazar kuvendi Kosovës, zoj. Jo. Nuk o pazar. Se po do një presidencen. Për shkak se presidenca ka kompetencë. Nëse flasim pasaj për kompetenca me kontrollu të gjitha pushtetet. Ma përmend një figurë politike me që ka qenë propozimi PDK-s që duhet të vinë nga rodhët partioke emri i presidentit. Ma përmend një figurë politike e cila ka legitimitet më shumë se Glauko Njufsa që tjetë kandidat për president po nuk jap emra, sepse Partia Demokratike nuk jap emra. Legitimitetin keni ka për vot, që ka marrë vot. Po absolutisht. Po jo domosdoshmërisht është çështje vote, kush duhet të jetë president. Kush trem, na e kemi thonë edhe në legjislaturën e 9. Megjithatë, demokracia, do të them se kemi kohë goxha shumë, po do ta bëj një pyetje fillimisht për zonën Feza, me që zona Feza dhe subjekti politik i saj i ka 51.1, po 3 ka përshtypje %, nëse nuk jam kështu, nëse ka mund tamam. A jeni të gatshëm ju që në shenjë kompromisi zonja Feza ti tërheqni 2 kandidatët, edhe zyrtarisht, që i bie zoti Konjufca dhe zonja Mulhaxha Kollçaku, dhe më pasaj që të jepni një mundësi që të delni emën kompromis. A jeni të gatshëm ju që ta bëni këtë hapin e parë. Unë e di që zoti Konjufca ka dalë me deklaratë publike, por kjo zyrtarisht nuk është iniciuar si proces. A jeni të gatshëm ta bëni një gjë të tillë? Ju e dini edhe çush ka ardhur deri te kandidatura e zotit Konjufca dhe zonjës Mulhaxha Kollçaku. Domethënë ne vetëm 30 orë para përfundimit të afatit e kemi nxjerrë emrin e Glauko Njufcës si kandidat partijak, pas kërkesës së Partisë Demokratike që ne të shkojmë me kandidat partijak. Sepse ju e dini që insistimi ju në çush prej fillimit ka qenë që ne duhet të shkojmë me një kandidat konsensual i cili nuk është